Aktiviteti i ambulancave, poliklinikave dhe spitaleve publike është në rritje vitet e fundit nga plakja e popullsisë dhe rritja e barrës së sëmundjeve në popullat, por nga ana tjetër shpenzimet për sektorin e shëndetësisë, si në raport me prodhimin e brendshëm bruto, ashtu edhe me shpenzimet buxhetore në përgjithësi, vijnë në ulje në periudhën afatmesme. Të dhënat në projekt buxhetin afatmesëm 2026-2028, që u botua së fundmi në fletoren zyrtare, tregojnë se fondet me target vetëm shëndetësinë janë shumë të ulta se sa raportohen zyrtarisht, për shkak se brenda buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë është përfshirë edhe ndihma ekonomike. Këtë vit buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë është rreth 80 miliard lek, nga të cilat 53 miliard lek janë për funksionet e shëndetësisë dhe 27.3 miliard lek janë për ndihmën ekonomike. Në total, buxheti i shëndetësisë këtë vit është sa 3% e prodhimit të brendshëm bruto, nga të cilat 2% janë për shëndetësinë dhe 1% e prodhimit të brendshëm bruto për ndihmën ekonomike. Në vitin 2028, buxheti total i shëndetësisë është planifikuar 82 miliard lek, nga të cilat 29.5 miliard janë për ndihmën ekonomike, duke zënë 1% dhe 52 miliard lek për shëndetësinë, duke zënë vetëm 1.7% të prodhimit të brendshëm bruto. Të dhënat tregojnë se fondi dedikuar i shëndetësisë do të vijë në ulje si në vlerë ashtu edhe si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto, nga 53 miliard lek këtë vit për vitin 2028 janë planifikuar 52.6 miliard lek, me rënje 1.4%. Të dhënat tregojnë se ekonomia po rritet më shpejt se sa financimet për shëndetësinë. Kjo sjell ulje të peshës së sektorit në prodhimin e brendshëm bruto dhe një presion në sistem, sidomos në një kohë që kërkesat për shërbimet shëndetësore publike vijojnë të rriten. Shqipëria mbetet nën mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor për financimet në shëndetësi. Serbia shpenzon rreth 5% të prodhimit të brendshëm bruto për shëndetësinë publike. Maqedonia e Veriut mbi 4%, ndërsa Bosnia rreth 6%. Edhe vendet me të ardhurat të ngjashme si Kosova kanë një peshë buxhetore më të lartë se Shqipëria. Kjo diferencë është më e dukshme kundrejt standardit evropian, ku buxhetet publike të shëndetësisë variojnë mesatarisht nga 7% deri në 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Të dhënat buxhetore tregojnë se teksa ekonomia rritet, qeveria nuk është e aftë të shpërndajë atë në më shumë shërbime sociale, të tilla si financimi i arsimit, shëndetësisë dhe familjeve të varfra.